Projektet kryesore në shëndetësi, vizioni dhe objektivat, përmirësimi i aksesit në shërbime shëndetësore, modernizimi i infrastrukturës shëndetësore, rritja mbështetjes sociale dhe sigurimi i strehimit për familjen e nevojë. Projektet kryesore, ndërtimi dhe rehabilitimi AMF-ve dhe QMF-ve, mjeku në shtëpi është një program i cili do të fillon shumë shpejt, qendrat të reja për analizë dhe ekzaminime, diagnostifikim i hershëm, sigurimi i banave esenciale, qendra për fëmijë me autizëm, banesa për familjet e dëshmorëve, banim social, subvencionimi në anave lehona, subvencionimi i transportit publik për pensionist, familjar të dëshmorëve, veteran, subvencionimi i transportit publik për persona me nevoja të veçanta, subvencionimi i transportit publik për student dhe subvencionimi i transportit publik për polic, ushtar dhe zjarr fiks. Shumë e rëndësishme është me theksu se ka pas një sukses shumë të madh në blemjen e pajisjeve për diagnostifikim të kancerit të gjirit, edhe janë parandalu shumë. 20 sekonda i keni? Po, e kryva me e përfundua. E shpejtova pak. Po, vlen të theksohet fillimisht se ndërtimi shumë projekteve, sidomos shkollave, kanë qenë rezultati i qeverisjes kaluar që janë trashëguar, sikurse ajo për shembull shkolla në Kraj. Unë vjen keq që u përmend edhe shkolla në Mazrek. Shkolla në Mazrek është kryesisht kontribut i fshatarëve për me bëu vetë atë shkollë, e kanë dhënë pronën private aty. Fshatarët kanë kontribuar, ish drejtori për shembull Osman Jaj, që ka bërë shumë për këtë shkollë, nuk është përmend asnjëherë fatkeqësisht dhe kështu po përvetësohen ndonjëherë projekte që komuna fare ndoshta edhe nuk ka shumë merita për atë punë. Pastaj problemi me shkolla vazhdon të jetë dhe jemi tash në periudhë Ju po thoni që komuniteti ka ndërtu vetëm para të vetë? Tokat private i kanë dhënë, ndihmëtari është dhënë aty në këto tokë private, banorët për me bëu shkollën e vet që fëmijët e vet me qu, i ka dhënë tokën private zotëria me bëu shkollë, por kjo gjë po përvetësohet ndoshta padrejtisht. Spaku e meritoj një falënderim si ish drejtori i shkollës, si komuniteti i Mazrekut atje. Gjithsesi, këtu që ka vlen theksot është një problem tjetër në për shkolla, jemi në 15 tetor, ende nuk është bërë furnizimi i shkollave me lanë djegëse për ngrohje. Jemi të hinë dimër, shkollat janë të ftofta, nuk kanë mundësi mu ngrohë. O shumë problem, kjo ndikoj edhe në zgjedhjet që kënë në të raundit parë. Janë mërdhivë zhgus komisioner, imagjinoj fëmijët me majtë mësim aty. Pse? Sepse drejtoresha e arsimit ka qenë tepër e zënë për të marrë me fushatën zgjedhore e jo me i kry punë të veta fatkeqësisht. Po ashtu edhe ka vesëm lejot, nuk ka QKMF1, QKMF2, në bas ligjit dhe ekziston vetëm një qendër mjekësisë familjare, është një projekt i ri që ka nisë në periudhën e pushtetit të kaluar, po formalizohet tash shumë mirë që po bëhet, por QKMF1, QKMF2 nuk ka, dhe natyrisht ministria i bën këto linja në kuadër të mundësive buxhetore të cilat i ka, por se komuna e Prizren gjithmonë ka mundësi për me angazhua ta mjekët, sidomos kur më promovohen për shembull projekte të reja sikur donacioni që është i autoambulancës në Gjona edhe në Zhurë, ku veç ja kanë çuni vetur, e kanë preshi rritin, kanë thonë për harju koft, nuk kanë as shofer, nuk kanë as mjek, staf mjekësor, as një gjë që me i drejtu ato vetura. Pra, kemi vetëm improvizime kurrë reale dhe në realitet që qëndron. 1 minutë 30 sekonda i kishte, 1 minutë 30 sekonda i keni. Veç një sqarim për sa i përket shkollës, është e vërtetë që banorët e kanë dhënë tokën për me ndërtu shkollën. Mi po ndërtimin e shkollës e ka bëu komuna, me buxhet komunës. Edhe mendoj që është një tentim i interesant i zotit Abrashi për me i përvetësu projektet edhe punët që i ka kryer qeveria komunale në Prizren. Dhe kjo është ma shumë një tregus apo një indikator i konceptit dhe i mendësisë edhe të këtij individualisht, po edhe të lëvizjes vetëvendose që mohojnë çdo gjë, nuk njohin asnjë vlerë, nuk njohin asnjë rezultat, atakojnë çdo gjë, tentojnë me kriju mjegull edhe huti, por realiteti është pak më ndryshe, prandaj rezultati në rundin e parë ka treguar se qytetarët dinë me vlerësu, dhe unë jam shumë i sigurt që në rundin e dytë qytetarët po ashtu do dinë me vlerësu, edhe qeverisja e mirë do të vazhdoj punën e vetë me përmbushjen e premtimeve të reja edhe të atyna që s'keme mujtë me i përfundu.